5.000 emblema të UÇK-s ju vendosën Newbornit në ditën e pavarësisë, një mesazh tjetër kundër gjykatës speciale. Monumenti ikonik i pavarësisë së Kosovës Newborni është shndruar sërish në qendër të reagimeve qytetare në 18 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Aktivistët e platformës Liria ka emër, të cilët mbrëmë rrethuan monumentin me hekura metalike, duke e kthyer në një imazh burgu se dhe kanë mbushur atë me emblema të UÇK-s. Eliza Hoxha nga organizata Liria ka emër mbrëm ka thënë se ky reagim qytetar është ndaj padrejtësisë së gjykatës speciale që e konsiderojnë tendencë për shikimin e historisë dhe cënimi i luftës për liri dhe i themeleve të shtetit tonë. Newborni, simboli i 17 shkurtit dhe i lindjes së Republikës sonë, është përfshirë në aktivitetet e tyre për të pasqyruar ndjenjen e padrejtësisë që qytetarët dhe Kosova po e përjetojnë përballë proceseve gjyqësore që po zhvillohen në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag. Kosova sot feston 18 vjetorin e pavarësisë, ndërkohë që të paraburgosur në Hag po mbahen Hashim Thaçi, ish-presidenti dhe kryeministri që lexoi deklaratën e pavarësisë së Kosovës dhe udhëhoqi procesin e shtetëndërtimit, ish-kryeparlamentarit Jakub Krasniqi e Kadri Veseli dhe ish-deputeti Recep Selimi, që të katërt jetë figura kyçe të rezistencës, lirisë dhe pavarësisë së shtetit.